Selamu alaikum të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Kam kënaqësi që kemi me qenë bashkë për disa minuta, edhe që kemi me fol për një temë e cila përkon pikërisht me ditën e sotme. Ju falenderoj të gjithëve që jeni pranë ekraneve, që keni ndarë kohën me qenë me neve, që po shpresoj keni me telefonu në 046 22 0022 me nda mendimet tuaja për temën që do ta trajtojmë së bashku. Të dashur shikues, sot është një maje. Një maje shënohet si dita e punëtorit. Prandaj ne sot do të flasim pikërisht për këtë temë. Sa janë shqiptarët punëtor? Çka nënkupton realisht dita e punëtorit? Pse ka mbet me u veçu kjo ditë si ditë e punëtorëve? Cilat janë kushtet e punëtorëve në Kosovë? A ka diskriminim në mes të punëtorëve të sektorit publik edhe të sektorit privat? Këto edhe shumë çka tjetër do të bashkëbisedojmë të dashur shikues me juve. Emisioni është drejt për drejt, tashmë e dini, prandaj do të fokusohemi tek kjo temë. Kemi konsideruar që është me rëndësi me diskutu, në fakt fillimisht në fillim domethënë të javës kam menduar me trajtu një temë tjetër, por me rastisi me pas bised me një punëtore të një marketi në fushë Kosovë, mandej e vërtetova edhe me disa punëtore të tjera dhe po i pyes nëse punojnë, domethënë në ditën e punëtorit në 1 maj. E dim që sektori publik e ka pushim, domethënë punëtorët e sektorit publik e kanë pushim. Natyrisht jo të gjithë, sepse punëtorët shëndetësor e kanë pamundur me pushu. Domethënë ka prej tyre që kujdestarojnë në këtë ditë. Në anën tjetër, punëtorët zjarfiksit, policia, domethënë ka shumë fusha në të cilat është e domosdoshme të punohet. Por ata punëtorë paguhen shtesë për punën e tyre që e bëjnë në dita që konsiderohen festë, siç është dita e 1 majit. Në anën tjetër kjo nuk ndodh me punëtorët e sektorit publik. Punëtorët e sektorit privat në fakt. Punëtorët e sektorit privat punojnë të gjithë në ditën e 1 majit, me përjashtime ndoshta aty këtu. Por a paguhet kjo ditë ekstra? Sepse llogaritë të ditë pushimi, jo nuk paguhet. Ajo që më tregoi punëtorja e një marketi, më bëri shumë përshtypje, edhe në fakt jo rrallëherë në shoqërinë tonë ose në vendin tonë, diçka tjetër shkruhet në kontrata, e në letër, po diçka tjetër veprohet në praktik. Në kontratat e tyre, domethënë të këtyre punëtorëve të sektorit privat, shkruan që nëse punëtorët punojnë në ditë feste, atëherë ju bëhet një pagesë ekstra. Nëse punëtorët punojnë në vikend, ju bëhet prap një pagesë ekstra. Pagesë e cila figuron vetëm në formë të shkruar në kontratë, por nuk realizohet asnjëherë në asnjë rast. Prandaj e konsiderova që është me rëndësi të flasim për këtë temë, sepse zanafilla e 1 majit, e ditës së punëtorëve, është pikërisht për t'i mbrojtur të drejtat e punëtorëve, për t'i mbrojtur të drejtat tona të dashur shikues, sepse puna është veprimtari të cilën njeriu e shpenzon energjinë e vet, jep kontribut për një çështje të caktuar. Jep mund, prandaj edhe duhet të vlerësohet. Zanafilla e 1 majit është prej vitit 1886, kur punëtorët protestojnë për ngarkesën e tyre të madhe në punë që e kanë pasur. Nuk ka qenë orari 8 orësh, kanë punu 12, 16, ndoshta më shumë orë gjatë një 24 orësh ose një dite e një nate. Kanë punu jashtëzakonisht shumë, prandaj kanë protestuar për të kërkuar kushte më të mira të punës. Kohë gjatë në vendin tonë, në vend të protestës, në vend të kërkesës për kushte më të mira të punës, njerëzit kanë dalë në piknik. Janë shëtit, kanë pushu, e kanë llogarit punë pushimi dhe kanë bërë qef. Rrallëherë, domethënë, kanë qenë të vetëdijshëm për faktin pse ka mbet pikërisht kjo ditë me u veçu prej ditave të tjera dhe me u konsideru si një ditë e punëtorit. Por kohëve të fundit, të e përfshirë dhe ditën e sotme që e kemi pas një protest për me reagu, me i shpreh pakënaqësitë e tyre punëtorët, sepse në vendin tonë fatkeqësisht ka shumë padrejtësime të cilat përballen punëtorët. Veç mas një shtresë e cila në mënyrë të vazhdueshme ndoshta diskriminohet ose preket, është edhe shtresa e grave shtatzana. Nëse je shtatzan edhe konkuron në një vend të punës veç mas në sektorin privat, po ndoshta edhe në aty publik, në momentin kur e shohin që je shtatzane, pavarësisht arritjeve tua edhe aspektit të ngritjes profesionale, ata dinë me të përjashtu.
Prandaj a kemi vend për reagime? Po kemi shumë. A kemi vend për protesta? Po kemi akoma më shumë. Kemi nevojë ta ngrisim zërin edhe t'i kërkojmë të drejtat tona. Ka shumë punëtorë të cilët punojnë pa kontrata pune. Kemi punëtorë të cilët ndoshta ka punu 10 vjet në një firmë private edhe nuk ka asnjë cent në trust, sepse nuk është lajmëruar asnjëherë në shtet si punëtor. Të gjitha këto të dashur shikues duhet të shërbejnë si vedisim për të gjithë neve. Ta ngrisim zërin kudo që jemi në atë vend të punës. Ti kërkojmë të drejtat tona. Ta kërkojmë një pagë të dinjitetshme, veçmas në këtë kohë të rritjes së çmimeve. Kohëve të fundit e kemi parë që me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, automatikisht ka fillu të ngritën edhe çmimet e tjera. Në fakt ngritje çmimesh viteve të fundit kemi në vazhdimsi, por në momentin kur është ngritur energjia elektrike, menjëherë e kemi një lëvizje të ngritjes së çmimit të bukës prej 50 cent në 60 cent. Por a kemi rritje të pagave? Jo, nuk kemi rritje të pagave. Prandaj të dashur shikues, të gjithë ne që jemi punëtor, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, ta ngrisim zërin për të drejtat e tona. Po të mos kishin qenë njerëzit të cilët janë mobilizuar edhe kanë protestuar fuqishëm në atë protest në vitin 1886, domethënë, kur veç lëvizja punëtore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që përbjen në fund të shekullit 19, ka marrë këtë iniciativë për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve, është hedhur edhe gaz do të sjellës, domethënë janë sulmu protestuesit. Po të mos kishte qenë ajo sakrificë në atë kohë aty në punëtorëve, ndoshta edhe sot e kësaj dite, kushtimisht po them, kishim me pas prap njerëz të cilët punojnë ka 12 ose më tepër orë. Unë shpesh herë them, në shoqërinë tonë kemi shumë gra të cilat e ngrisin zërin për të drejtat e gruas. Kemi shumë gra të cilat janë të zëshme, domethënë për çështjen e barazisë gjinore. Po nuk më ka rastis të shoh gra të cilat kërkojnë një zvoglim të orarit të punës, ose janë të pakta ato gra që kërkojnë të zvoglohet orari i punës për gratë. Sepse ndërtimi i gruas edhe i burrit, edhe ndërtimi biologjik, edhe aspekti emocional, nuk janë të njëjtë. Në anën tjetër edhe përgjegjësitë nuk janë të njëjta. Prandaj është shumë e rëndësishme ndoshta në të ardhmen të organizohet një protest edhe gratë të kërkojnë që nga një orar 8 orësh të zvoglohet orari në një orar prej 6 orëve punë. Qoftë edhe nëse duhet me u hek ose me u largu ora e pauzës, nëse gratë kishin me punu 6 orë shumë pore të jetës në shoqëri do të ishin rregulluar, më besoni, sepse gratë e fuqishme, indirekt gruaja është ajo që e mban thelbin e shoqërisë, që i mban themelet e shoqërisë. Ne e dimë që familja është celula e shoqërisë, por gruaja është celula e familjes. E në momentet kur celula e familjes lodhet, plagështohet, ndërmohet, atëherë nuk ka mundësi të jetë një familje mirë funksionale. Prandaj është ndoshta një ide e fuqishme që vitin tjetër të organizohemi gratë, të dalim në protesta, edhe të kërkojmë një orar më të shkurtë të punës, prej 8 orëve në 6 orë, ashtu siç kanë kërkuar punëtorët në vitin 1886, që prej 12 orëve ose 16 orëve orari të bëhet në 8 orë. Edhe mandej, domethënë në vitin 1889 është mbajtur kongresi i dytë në Paris, edhe 1 maj konsiderohet si dita ndërkombëtare e solidaritetit të punëtorëve. Sepse punëtorin duhet ta vlerësojmë, të dashur shikues. Ne po vrejmë që në Kosovë e kemi një migrim të vazhdueshëm të rinisë nga Kosova për në vendet e Evropës. Edhe kjo mund të jetë ndoshta njëra prej arsyeve që nuk vlerësohen punëtorët aq sa duhet në vendin e punës. Po gjithë ky migrim ka dhe anën e tip pozitive, sepse bizneset kanë filluar, këtu po flasim domethënë për sektorin privat më tepër, kanë filluar të vedisohen edhe të trajtojnë pak më me dinjitet punëtorët, sepse sot ka mjaftueshëm vende të lira të punës, edhe prej një kompanie kalojnë në kompaninë tjetër. Po sa jemi ne shqiptarët punëtorë, sa ne jemi të gatshëm me punu. Prap po tregoj diçka prej një përvoje personale. Para pak ditëve u takova me disa
kushërina që jetojnë në Mërgim. Ishim në një të pamë dhe gjatë bisedave, njënën për e pysim sa ora e fillon vendin, sa ora fillon punën. Thonë e pastroj një shkollë fillore në Gjermani, edhe në ora 4 tha zgjona prej gjumit, e pini kafe në 4:30 nisna bërë punë. Edhe krejt ato që ishim të jetu në Kosovë, po nalëm edhe po këqyrëm pak me hamendje. Në 4:30 nisësh për punë, po, tha prej 5 deri në 7 ta punoj. Tha në 7:15, eventualisht 7:20, fillon me ardhë stafi, 7:30 vinë fëmijët edhe duhet me qenë shkolla e pastrume. Ato që jetojshin në Mërgim nuk u befasun sepse shumica e tyre fillonin punën në ora 5. Po na që jetojmë në Kosovë, po shikojmë me hamendje, sepse jemi mësu me fjetë pak ma gjatë. Edhe unë pak me sarkazm po thëmë, thash, veç për imaginoj, thash, nëse në Kosovë kishme me fillu punën prej orës 5, shumica prej neve, nuk po thëmë milionera, veç kishme me pas punët ekonomikisht shumë ma mirë. E sa jemi punëtor, nëse i referohemi dhe më thonë këtyre përvojave personale cilat i ndava. A jemi si popull punëtor? Në anën tjetër ne si komunitet musliman, a jemi punëtor aq sa duhet? A jemi punëtor aq sa kërkohet prej parimeve të fesë në të cilën jetojmë? Ne e dim që praktike pejgamberit a.s. ka qenë që në momentin kur lind dielli të mos flej muslimane, po ta shfrytëzoj paraditën. E dim që në Kur'an Zoti thot pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën. Po paraditës i vë theks të veçantë. Pse? Sepse aty është, thot Zoti, bereqeti i kohës. Koha ka më shumë bereqet paradite. Edhe Zotën njor allëherë e vrejmë që nëse punojmë, nëse mas sabahit, nuk flejmë, e bojmë një punë të caktume, e shohim që kemi ma shumë bereqet në kohë. E pranojmë telefonatën e parë për sonte të shohim kush po na telefonon. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Urdhroni, kush po na përshëndet? Po ju përshëndet Bardha nga Peja. Bardha, përshëndetje për juve dhe për të gjithë shikuesit e dëgjuesit në Pej. Qysh e keni kalu ditën sot pejont? Keni punua, keni pushu? Jo, kena pushu. Sot kena pushu. Mirë kena kalu. Kena pushu. Kështu. Bardha, qysh të do këtë ty punëtori që vlerësohet në Kosovë? Sa mendon që vlerësohet punëtori në Kosovë? Vallai, punëtori në Kosovë nuk vlerësohet hiç, mujme da thonë se ju pak, po hiç. Po shoh që qenë ke e zhgënjur më i pejone, pse? Po qështut, si në Kosovë ma që nuk të vlerësojnë, punan me shumë mund. Edhe ban punën taman, kretë punojnë për një rrugë. Është shumë normale edhe në fund nuk ta mbrin me dalë deri në gjysmë të muajit. Edhe që ajo është zhgënjimi ma i madh. Zhgënjimi ma i madh pëhut e pagesa, nuk vlerësohet puna sa duhet me pare. Jo, nuk vlerësohet as edhe 30% muj me thonë. Apo vrehet kove të fundit ngritja e çmimeve, për shembull në shportën tuaj familjare? Shumë. Jo pak, po shumë vrihet e dashur, sepse çmimet janë shumë të larta, rrogat janë shumë të ulta, edhe nuk di qysh po mujna mja dal rryma, uji, bërllogi, gjona tjera, nuk e di qysh po mujna edhe mja dal besa. Najherë ta lënë për shtypjen që shqiptarët 600 euro i kanë tyra, e 800 euro i kanë shpenzime. Nuk e di ka vinë që ditësh ka vinë, do më thonë edhe 200 euro tjera. Apo mendon që kjo rritje e çmimeve, edhe pagat, mos ndryshimi i pagave, po ndikon najherë edhe në frustrimin e njerëzve, se do këtë qikur hec në për rrugë, i vrej njerëzit në tension. Besoj që me kokum nejt këtë javë, ka ra me e dëgju që i ka shqetësu ngritja e çmimit bukës, për shembull. Nështë 10 cent nuk dokën shumë, po me gjitha të vrejet një lloj frike që aq ka me u bo tash. është shumë e vërtet se rritja e çmimeve të krijon tension, se çdo herë duhesh me mendu qysh mja dal ose qysh mi ba. Nuk është e thënë 10 cent të buka, po është tani përqindja rrymës,
ku janë gjanat e tjera, një kafe ose një diçka që janë gjana elementare për jetesë ti hi me çmime shumë të mëdha që nuk mundesh as mi menaxhu, as Nëse me mendu qysh mi ja dal, e mos flasim tani për gjanat e tjera se njerëz jemi, kemi nevojë për veshmbatje, për ushqim, për fëmijët, për krejt. Ti punon 30 ditë dhe në fund mos me mujt mja dal, nuk është normale, po mendoj. Ata në qeverinë tonë rroken për një karrik, që sa seansa dështojnë, nuk mundet me zgjedh kryesin, nuk mundet me bë kurrë gjë dhe në fund populli vujm, populli hikum, është një katastrofë shumë e madhe. po më intereson, apo mendon që e shfrytëzojnë tash bizneset private këtë boshllokun politik për me i ngrit çmimet, sepse në 3 barnatore mra me shku edhe me pa për të njëjtin medikament çmime të ndryshme. Po çdo herë kanë shfrytëzu edhe çdo herë shfrytëzojnë. Është si në kohën e pandemisë që maska ka kushtu 10 centa kanë shi 3 euro. Mos na bëv zoti iftijaq. Vardhone, të falenderoj shumë. Edhe unë ju përshëndes, jeni një emision i qelluar. Faleminderit që pendoni kohën, më na përcjell. Faleminderit edhe ju, që ta të mirat po shpresojmë shumë që mu bo mirë, që sa vite po presim veç mu bo mirë. Neve na shkoj jeta që prit. Po presu. Është interesant që si popull, pavarësisht vështirësive me cilat jena përballë historikisht, kur bëhen sondazhe, kur bëhen hulumtime dhe për organizatave të ndërkombëtare, domethënë për optimizmin, ne prap vazhdojmë domethënë me qenë atje masnalti. Nuk dorëzohemi. Nuk dorëzohemi let, jem popull që kem pas shumë bujtje, shumë gjana shumë të shtypun, po asnjëherë nuk kena dorëzu. Po tash çka është më e rëndësishmja, jemi të gjithë me një shtet të lirë edhe prap njësoj. Kena shpresu ma mirë për shna shkofshi. Me shpresu që po formohet si shpejt qeveria edhe ndoshta ndërmarrin hapa konkret në rritjen e pagave, se me të vërtet kjo rritje e çmimeve i frustron punëtorët, e kur punëtorët frustrohen e kapin qantën edhe në aeroport. Unë të falenderoj shumë. Nuk e di ka të shkojmë se ton ka njerëz. Po shpresojmë që të bëhet mirë, juve ju përshëndes. Faleminderit shumë. U gëzofshit. Kalofshit mirë. Faleminderit shumë për telefonatën, Zoti ju rujtë me shpresush sa më shpejt në rritje të pagave edhe vlerësim të punëtorëve. Sepse të dashur shikues, jo gjithmonë vetëm çështja e pagës është vlerësimi që i bëhet punëtorit. Punëtori ka nevojë shumë edhe për fjalë motivuese, ka nevojë për mbështetje morale, ka nevojë për fjalë të mira për të ecë dita mirë. Do të thonë këto janë 2 faktorë të vlerësimit të punës. Ndodh ndoshta një punëtor edhe pse paguhet pak në një kompani, kush e di sa para me i ofru kompania tjetër nuk e ndron vendin e punës, vetëm për faktin që ndihet komod, ndihet i vlerësuar në vendin ku është, edhe përmbushet emocionalisht ose shpirtërisht në vendin e punës. Po të rralla janë ata udhëhec, ata lider të cilët dinë me i mbështet punëtorët e vetë edhe në aspektin moral. Jo rrallëherë një fjalë është aq e fuqishme sa të bën me e dhënë shumë energji prej vetës për vendin tënd të punës, por shpesh herë edhe një fjalë e edhët din me ta marrë të gjithë vullnetin ose energjinë pozitive që ti e ke për ta dhënë në vendin e punës. Por a kemi sfida ne si popull të çështja e punësimit, kemi jashtëzakonisht shumë sfida me të cilat përballemi. Pra po kaloj te përvojat personale të dashur shikues, sepse përvojat janë ato që na përmbushin gjatë jetës. Unë kam shumë shoqe të cilat i kanë përfunduar studimet, kanë përfunduar fakultetet e ndryshme. Po e përmendi një shoqe të afër me të cilën shpesh herë ndaj kohën e kafës, e ka përfunduar fakultetin e gjuhës edhe të letërsisë shqipe, ka qenë studente jashtëzakonisht shumë e zoja, konkurs pas konkursi që 10 vjet konkuron në për shkolla të ndryshme dhe nuk ka mundësi me e marrë një vend të punës. Kjo është për më u shqetësu, kjo është për më u mërzit. Po e dënë shumë Kosovën edhe nuk ka motiv me u largu prej Kosovës. Në anën tjetër, vendi i saj sikur ja imponon largimin prej këto. Veç mas vitin e fundit, dhe më thonë, aq ka qenë e dëshpruar,
kur kërkon prej komunës me mbështet për të punësuar si asistente të një fëmijë me zhvillim të vëndshëm. Kur shkon në komunë për me apliku, pavarësisht ngritjes profesionale që ka, që është profesoreshe gjuhës edhe letërsisë shqipe, i thonë që dush me i pas të përfunduara disa trajnime specifike të fushës për me punu me këtë lloj të fëmijëve. Do me thonë, ato trajnime me pagesë, diçka që të bëjke prap me shpenzu për me mujt me i përfundu, e krejt kjo për shkak të mungesës së organizimit ose komunikimit të institucioneve me njëra tjetrën. E tash, viteve të fundit, dega e gjuhës edhe letërsisë shqipe në fakultetin filologjik është në krizë, me vazhdu ose mos me vazhdu. Qysh ka motiv një student me shku me studiu gjuhën edhe letërsinë shqipe, kur e din që në momentin kur e përfundon fakultetin, ka kuadro aq shumë që janë të nejtë edhe s'kan ku me u punësu. Krejt kjo është mungesë e komunikimit të institucioneve me njëra tjetrën. Në anën tjetër, a kemi ne në për shkolla nevojë për mësim plotësues? A kanë mundësi komunat ose nivelet lokale me hap qendra për mësim plotësues për nxënësit? A ka hapësira publike mjaftueshëm? Po ka. A ka mundësi me u punësu këta njerëz të diplomuar të cilët qëndrojnë për shtëpia edhe janë të dëshpëruar? Pa harru me përmend faktin që e njëjta edhe burrin e ka me fakultet, që ka përfundu një fakultet të caktuar, edhe punon krejt diçka tjetër. Prandaj kemi nevojë të motivohemi si punëtor të këtij vendi. Veçmas nëse ke shpenzu kohë edhe ke shku në fakultet për 4 vjet rresht edhe ke studiu diçka. Ndoshta ish dasht me protestu kjo kategoria njerëzve me orë të tëra e besa me disa ditë rresht për të kërkuar prej Ministrisë së Arsimit që të gjejnë një zgjidhje për këta njerëz që dëshirojnë të punojnë, që e kanë përfundu një fakultet të caktuar, edhe në fund duhet me përfundu, ndoshta ka mosha 40 vjeçare me e ndjek një trajnim për me bë diçka tjetër, sepse fusha e studimit nuk ja ka ofruar një vend të punës. Krejt këto na krijojnë një lloj energjie jo të mirë brenda vetes. Na bojnë me u ndje të pasigurt në vendin ku jetojmë dhe veprojmë. Tash imagjinoni fëmijët e këtyre njerëzve qysh ndihen ti mundesh 24 orë me i thonë lexo, mëso, studia, se shkolla është e mirë, arsimimi është i mirë, është shtresa më e lartë e shoqërisë, ku një fëmijë i tillë e sheh nënën që ka studiu, ka shkrimen të kry fakultet, edhe në fund nuk e ka një vend të punës. I njëjti nuk ka motiv me lexu. Nuk e vlerëson shkollën, sepse vendin e cilin jeton nuk ja ka dhënë këtë mundësi. E sheh nënën tjetër një biznismen, ose një biznismene, ose kushtimisht po thom një frizere, pa dash me ofendu askënd, që me një frizur që ja bën dikujna i merr 300 euro rrogë, po mendoj 300 euro paguhet veç për një frizur, që e përgatit një nuse për një dasëm, e nana e tij është e papunësuar në shtëpi. Krejt këto kontribojnë që indirekt rinia mos me e dasht arsimimin, mos me e dasht shkollën, po me pas dëshirë me e marrë një zanat të caktuar. Rikthehemi prapë te tema, sepse të dashur shikues ndonjëherë peshon ai lëvizje në mënyrë të pavetëdijshme, që kalojmë nga një temë në temën tjetër, por që natyrisht ndërlidhen me njëra tjetrën. E përmenda që faktin që në Gjermani fillojnë në ora 5 shumica e punëtorëve punën. Po nëse ne si shqiptar e kishim fillu në ora 5 punën në Kosovë, çka kishim rri me bë? Toka më pjellore ndoshta nga dishullin ballkanik është në Kosovë. Unë jam Ana Moravës, edhe në fshatrat e Ana Moravës toka është jashtëzakonisht shumë pjellore. Nëse një njeri është punëtor, e don punën, e vlerëson punën, zgjohet herët në mëngjes. Nëse fillon prej 5-ve me punu, ka me mri me punu në bujqësi 2-3 orë dhe prap me zonë edhe një vend punës. E presim telefonatën tjetër që është në linjë, të shohim kush na telefonon. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Me sa duket u shkëput nga linja.
provojmë sërish, të shohim a i kemi. E presim telefonuesin të shohim kush po don me nda mendimet për ditën ndërkombëtare të punëtorëve. A jemi si popull punëtor, a i shdash të punoj ma tepër, sa e shfrytëzojmë tokën pjellore që Zoti na ka dhënë në trojet tona. Fatkeqësisht, jo rallë na bjen me pa toka të cilat nuk punohen. Në anën tjetër, çdo ditë më shumë ngritet çmimi i produkteve bujqësore, i perimeve, i pemëve. Në anën tjetër, njerëzit pritojnë me punu me bujqësi. Ndoshta të rinjët tanë, që thojnë pleqt ma ka bullë bojnë me punu për 400-500 euro në një market, në një sektor të marketit, sesa me punu tokën të cilën ja ka lënë baba në trashëgimi. Unë një njerëz që i kanë 8 hektar tokë, edhe prap e zgjedh ndoshta me punu kamarier, nuk punon tokën që e ka trashëgu prej të parve, edhe pse shteti, qeveria jep jashtëzakonisht shumë subvencione edhe i mbështet njerëzit të cilët dojnë me punu edhe dojnë me funksionu, domethënë në vendin e tyre. E presim telefonatën. Mirëmbrëma, përshëndetje. Apo dëgjohemi? Përshëndetje, apo dëgjohemi? Ju lutem jeni drejt për drejt në emisionin Më shumë se llaf. Po flasim për ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Gjithçka që dëshiron me thonë për këtë temë, urdhna thuaje shpreho. Dëgjuesi nuk po flet. I kërkojmë falje, po duhet me ja ndërprej telefonin. Një dëgjues tjetër thot, e ka shkruar në fakt një koment, thot, unë ka 12 vjet që e kam përfundu fakultetin në degën e sociologjisë, edhe kur nuk kam pas mundësi me u punësu. Sociologji, qenke kolege e jemja. Fatkeqësisht, jo vetëm ti, po ka shumë njerëz të cilët e kanë përfundu sociologjin, edhe vazhdojnë me qenë të papunësuar, ose punojnë diçka që nuk është profesion i tyre, domethënë ndonjë biznes, po ka edhe të tillë që punojnë për organizata jo qeveritare. E kemi telefonatën? Kemi edhe mesazhe të tjera. Një grua shënën thot po, unë gjithmonë zgjona para se me lind dielli, e pres sabahin me fal, edhe kur është vera gjithmonë dalin bashkë, mrime i nxan dy puna. Domethënë se ka shumë 2 orare të punës, thot edhe bëj bashkën që nuk kumbjen me ble as gjan prej asaj që e bën toka, edhe prap se prap arrithet me e mbajt punën masdite në arsim. E po ne si popull kemi gratë zojat, kemi gra punëtore, gratë cilat edhe punojnë në shtëpi, po mendoj në bashkë, po edhe punojnë në arsim, veç mas arsimi, domethënë është një lloj komoditeti me punu në arsim, sepse orari i punës është më i shkurt, edhe veç mas nëse jeton në fshat, bukuria e pranverës është diçka që të mbush plot energji, edhe nëse jeton në fshat edhe nuk e bën një bashkë të vogël, unë mendoj që ata njerëz ndoshta nuk kanë shpirt të artistit. Sepse në qytet ndonjëherë zihet fryma, nuk e vrejnë kur është pranvera, vera vjeshta dimri, nuk i vrejnë, domethënë shumë të ndryshu natyra, veç mas në këto qytetet e betonit që janë base, jo çdo qytet natyrisht është beton, po flasim për kryeqytetin edhe për Kojshikën e kryeqytetit Fushë Kosovën, sepse qytetet tjera fatmirësisht ende nuk janë betonizuar tërësisht qysh ka ndodhur këto. E presim telefonatën e fundit për sonte. Kujt i themi mirëmbrëma? Mirëmbrëma, përshëndetje Gane, Julia nga Gjermania. Përshëndetje Lule, faleminderit për telefonatën. Çu e keni kaluar ju sot në Gjermani? Mirë,
Mirë, elhamdulillah mirë gane. Pushim edhe këtu ka qenë, në Gjermani. Do të thënë ka pas pushim edhe për shkollat edhe për gjitha institucionet, edhe private dhe publike. Kështu që ka qenë ditë e mirë me diell edhe po nuk është që është vrejt diçka ndonjë shënim në veçanti i kësaj dite, pas që si zakonshëm që dalim për pushim kështu kur janë në ditë të pushimit pra me familje, me shoqëri, me ngjashëm, domethënë si herave të tjera kur nuk punohet. A është organizuar ndonjë lloj proteste ose diçka? Po, sigurisht ka pas, nga pak kështu nëpër qytete ndoshta më të mëdha, se sa unë jam në një qytet më të vogël edhe këtu nuk ka pas diçka ndonjë organizim që vlen të theksohet. Po në qytete më të mëdha si Müncheni, Berlini, ka pas organizime me sa kam informacion. Se si çdo kund edhe këtu sigurisht që ka nevojë për përmirësim, qoftë kushteve të punës, qoftë edhe të ligjeve në përgjithësi që lidhen me punëtorin. Kështu që po mendoj kjo është arsyeja që ka pas organizime të tilla. Lule, a punojnë marketet në Gjermani në ditën e 1 majit? Jo, gane kur ka pushim domethënë kështu që është festë zyrtare, kështu të themi, nuk punojnë marketet, nuk punojnë as autobuset, vetëm taksit dhe restorantet kështu janë hapur në këto ditë të festave, kështu që janë shënuara zyrtarisht. Domethënë diçka që është ndryshe prej vendit tonë, ku sektori privat domethënë. Po, kjo më pëlqen, me thënë drejtën më bën përshtypje gane këtu, se unë ka 6 vite e gjysmë që jam në Gjermani, nuk është edhe ku e di sa kohë e gjatë, po kjo më pati bë përshtypje kështu që edhe markete, domethënë në këto ditë festave, domethënë kishin pushim. Edhe punëtorin markete, me sa kam rejt, ka një trajtim mjaft dinjitoz. Domethënë i ka ditë të pushimeve, i ka pagesën sa e kam kuptu, domethënë e kanë të mirë, edhe nuk kanë shumë ngarkesë, më duket ashtu, nuk ka sikur tek ne që sektor, si të themi, punojnë. Punojnë tek arka, punojnë të njëjtat nga pak kështu në renditjen e madrave në raft, edhe nuk është që rrit gjithë kohës dikush nga punëtorët më fal, që domethënë tek sektoret e ndryshme siç është në Kosovë, ose ka qenë, se nuk e di tash s'm kujtohet saktë. Nëse ka ndru, se është njësoj, se nuk është që kam brejt. A të bjen marrë shpesh në Kosovë? Po gane, tash isha, dhe më thëmë para një jave isha në Kosovë, edhe sigurisht vi 3-4 herë për në vitit. A mundesh me bën ndonjë lloj krahasimi me çmimet që janë në Kosovë edhe në Gjermani? Edhe unë kam pas motrën biologjike para 2 javë, domethënë është nisë për Gjermani, edhe po më thotë apo befasona me çmimet, tha qysh shumica artikujve kanë çmimet e njëjta këtu edhe në Gjermani. Ashtu me të vërtetë gane edhe unë e kam vrejt këtë, edhe prej se kam marrë me të thënë drejtën, më ka bërë më shumë përshtypje edhe më ka çudit ta them të drejtën. Se domethënë çmimet në artikujt bazë përafërsisht janë të njëjta, mos themi më lirë, ndoshta për shembull qumshti është më lirë, vaji. Ku është më lirë qumshti? Veç pak lule këtu në Gjermani, po në Gjermani. Ua. Po, me thënë drejtën, se bashkë e kam shiku kështu qumshtin, vaji, për shembull, mielli, sheqeri, këto artikuj domethënë përditshëm që i kemi të gjithë. E kafja qysh është? Ona? Çmimi i kafës, po thëmë. I kafes, po kafe këta zakonisht në marketet për shembull që janë kështu më të mëdha, ka kafe që është duhet ta bluajmë, ose nuk është që ka kafe sikur tek ne, kafe turke, ose përveç në dyqanet e turqve ose të nacionaliteteve të tjera, për shembull të arabëve, boshnjakëve, kështu në ato dyqane, domethënë artikujt janë shumë të shtrenjtë, se vijnë zakonisht nga vendet e tyre dhe sigurisht që arsyetohet ndoshta i çmim, përndryshe në dyqanet kështu që janë më shumë të shtetit ose si të themi këtu të vendit, markat njohura kështu, marketet mëdha, këto çmimet përafërsisht janë të ngjajshme me për shembull siç i kemi ne në Kosovë.
ndoshta edhe më të lira pak, ashtu siç e theksova pak më herët. Fiks. Përndryshe, frutat dhe perimet, desha të shtoj këtu që këto e kanë çmimin pak më të lartë, edhe cilësinë më duket kështu në shije se bëjnë shpesh shaka që disa nga Kosova kur kanë ardhur këtu kanë thonë që frutat nuk e kanë atë shijen siç e kanë në Kosovë, po unë me thënë drejtën te përvojës time, mund ta them lirisht që edhe shijen e kanë shumë të mirë. Edhe sigurisht cilësinë, se përndryshe çmimet domethënë janë pak më të larta në këtë drejtim sa i përket frutave dhe perimeve. Po Se sa sigurisht, për shembull në Kosovë ndoshta. sigurisht që në Gjermani nuk ka guxim askush me hudh ndoshta në element që e bën domaten me uskuq brenda 24 orëve. Edhe natyrisht që ka me pas çmimin më të shtrenjtë. Po, mbasi dhe mund t'jetë kjo, edhe kam vrejt një gjë interesante gana që për shembull për një produkt caktuar, nëse ka ndonjë dyshim që ka përmbajtje jo të sigurt, për shembull shkruan emri i produktit edhe ajo shifra si e ka kështu sakt në ambalazh, edhe e vendosin diku ku duket që konsumatorët ta shohin, edhe për shembull nëse ka mbledh atë produkt, këshillohen me e kthy përsëri në shitore në market, pra në këtë rast. Edhe domethënë kjo më zhduk diçka interesante, nuk e di nëse ndodh edhe e njëjta në Kosovë, nuk është që Jo, jam interesuar shumë për këtë pjesë. Në Kosovë e dashur përballemi me shumë sfida. Sot dashta me ble një djath, sepse jemi në fund të emisionit, e ka minutin e fundit. Dashta me ble një djath 700-800 gramsh, domethënë një paketim, edhe askund nuk pata mundësi me ja pa datën e skadesës, edhe po shkoj për thëmë thash më falë, a nuk jem të pa une, a nuk e ka... O, tha, ty fshi, tha, për shkak të kripës, tha, ju ka fshi data, tha, po dirin që datë ka fat. Edhe beso dashta me bo një video, po e lash në ditë në vazhdim, se është diçka që ish dasht më luftu veç mas prej neve gazetarve. Luljeta, unë e të falenderoj shumë se jemi në fund të emisionit, më do të me ndërpre, se është më ndej emisioni tjetër. Të falenderoj shumë që i ndave këtu me neve. E Zotit Rujt. Suksese për ty Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë juve që jeni bashkë me neve, për gjithë ata që na ndjekin edhe mbas kësaj dite, e përcjellin domethënë në kanalin e YouTube-s ku tash veç shkarkohet linku edhe mund të na shohin. Të dashur shikues, ju falenderoj shumë, por shpresoj që kemi arritur ndoshta me kontribut diçka për punëtorët, me i vedisu që pesha edhe vlera atyre është e jashtëzakonshme dhe mos i duroni pa drejtësit me të cilat përballeni në vendet e punës. Edhe të përmendi një hadith të pejgamberit alayhis salam, ta mbylli këtë emision për sonte, ku thot punëtorit jep një shpërblimin, jep në pagesën akoma pa ju ter djersa në trop, që në kupton se akoma pa ardh muji, pa bër muji plot, duhet të ja paguani pagën. Të dashur shikues, faleminderit shumë. Shihemi kismet prapë të ejtën tjetër. Mirëmbëjtje.